Dashi, sot do të ndjeni të mbushur me energji dhe entuziazëm, sikur një flakë e brendshme po ju shtyn drejt arritjeve të reja. Në punën tuaj keni mundësi të shfaqni kreativitetin dhe të bëheni frymëzim për të tjerët. Një bisedë e thellë me një koleg mund t'ju hap mundësi të reja, kështu që dëgjoni me vëmendje. Në aspektin financiar, është koha e duhur për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Në jetën sentimentale, lini kohë për dashurinë. Një darkë intime do të rigjallërojë marrëdhënien. Ndiqni zemrën, por mbajini këmbët në tokë. Intuita juaj është një udhërrëfyes i besueshëm sot, ndaj mos hezitoni ta dëgjoni. Kënaquni me çdo moment dhe përqafoni të papriturën. Demi, mëngjesi sjell një drip të re dhe energji rigjallëruese. Është koha ideale për të reflektuar mbi qëllimet tua afatgjata dhe për të planifikuar hapa të qarta drejt tyre. Në çështje të zemrës, afërsia dhe komunikimi janë kyç. Përpiqu të kuptosh dhe dëgjosh me vëmendje atë që partneri ka për të thënë. Lidhjet do të thellohen fal bashkëbisedimeve të sinqerta. Në aspektin financiar, mos u ngut me investime të reja, qëndro i qëndrueshëm dhe bëj vendime të menduara mirë. Ambienti i punës mund të jetë pak sfidues, por qetësia dhe fokusi yt do të ndihmojnë të përballosh gjithçka me sukses. Bëj një pauzë për të rifreskuar mendjen dhe shpirtin, duke kaluar kohë me natyrë ose në një vend ku ndihesh faqësor. Binjakët, dita e sotme është një ftesë për të ndalur dhe reflektuar mbi ato që me të vërtetë kanë rëndësi në jetën tuaj. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe i sinqert do të thellojë lidhjet tuaja. Mos hezitoni të ndani ndjenjat tuaja, pasi kjo do të sjellë më shumë ngrohtësi dhe mirëkuptim. Në punë do të hasni mundësi të reja që kërkojnë vendime të shpejta. Besoni instinkteve tuaja dhe mos lejoni që frika të pengojë rrugëtimin drejt arritjeve të reja. Financiarisht është koha të kurseni dhe të mendoni për investime afatgjata. Mendja juaj e ndritshme do të gjenerojë ide kreative. Ndërkohë, ndjeni nevojën për të kaluar kohë cilësore me veten. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund të jenë balsam për shpirtin tuaj. Daforia. Sot, ndjenjat e tua do të jenë të thella dhe të qarta si një liçen i qetë. Në dashuri, përpiqu të hapesh më shumë me partnerin, pasi komunikimi do të sjellë afërsi të reja. Lidhjet e vjetra mund të sjellin emocione të këndshme dhe kujtime të bukura. Në punë, një mundësi e re mund të paraqitet, por analizo me kujdes çdo detaj para se të marrësh vendime të rëndësishme. Financat janë të qëndrueshme, një planifikim i vogël do të sigurojë një të ardhme të qetë. Merr kohë për të reflektuar dhe mbushur shpirtin tënd me energji pozitive, duke shijuar çdo moment të thjeshtë. Kujdesu për veten dhe mos e nënvlerëso fuqinë e një buzëqeshjeje soll. Lejo nektarin e harmonisë të përshkojë. Luani. Dita e sotme ofron mundësi të reja, prandaj është e rëndësishme të jesh i hapur ndaj ndryshimeve. Në punë, një ide e re mund të çojë drejt suksesit, ndaj mos ngurro të ndajsh mendimet e tua me kolegët. Në aspektin financiar, shmang shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu në kursime për të ardhmen. Sa i përket dashurisë, komunikimi i hapur do të forcojë lidhjet me partnerin. Nëse je beqar, mund të ndjesh një tërheqje ndaj dikujt që nuk e ke vërejtur më parë. Në aspektin emocional, ndërmjetësimi dhe relaksimi do të jenë aleatët e tu më të mirë. Mbrëmjen shfrytëzoje për të kaluar kohë në natyrë ose për të lexuar diçka që të frymëzon. Lejo që energjitë pozitive të udhëheqin. Virgjëresha. Në këtë ditë të parë të nëntorit, ndjeni të frymëzuar për të organizuar jetën tuaj me më shumë kujdes. Një ndjenjë qetësie ju përshkon ndërsa mendoni për prioritetet tuaja. Në çështje të zemrës, është koha e përsosur për të komunikuar hapur me partnerin. Bashkëpunimi i çelur sjell mirëkuptim dhe intimitet më të thellë. Në punë, vazhdoni të ndiqni intuitën tuaj dhe mos lejoni që detajet e vogla t'ju shpërqendrojnë. Mund të hasni një mundësi financiare të papritur, ndaj mbajini syt hapur për investime të mençura. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor përmes aktiviteteve të këndshme si lexim ose meditim. Mos harroni të gjeni kohë për veten dhe të shijoni paqen që ofron ky moment i veçantë. Peshorja. Nëntori fillon me një melodinë e harmonisë që mund ta ndjeni në ajër. Sot përqafoni momente të vogla, por të ëmbla me ata që ju rrethojnë. Në aspektin e dashurisë, lërini emocionet të flasin dhe dëgjoni me kujdes. Një bisedë e ndershme mund të forcojë lidhjet. Në punë, mos keni frikë të kërkoni ndihmë. Bashkëpunimi do të sjellë rezultate më të mira. Financat do të kërkojnë pak vëmendje. Një planifikim i vogël i buxhetit mund të eviton surpriza të pakëndshme. Sot vlen të shpenzoni kohë në natyrë, ku trupi dhe mendja gjejnë qetësi. Për mëngjes ose pasdite, një çaj bimor mund të jetë një shpëtim i vogël nga rutina. Kujdesi për veten do të sjellë paqe dhe ndriçim të brendshëm.
Akrepi. Sot, ndjenjat e tua janë si një det I qetë, por me rryma të fshehura. Në dashuri, kujdesu për të dëgjuar zemrën e partnerit dhe lejoje veten të shprehësh mendimet me delikatesë. Për ata që kërkojnë një lidhje të re, rrezet e para të një mundësie të re po shfaqen. Në punë, përgatitu për disa sfida të vogla, por mos u shqetëso, me përpjekje dhe vendosmëri do të kalojnë shpejt. Kjo është një ditë e mirë për të rishikuar financat dhe për të bërë disa plane për të ardhmen. Energjia jote është në rritje dhe të fton të jesh kreativ. Merr pak kohë për të reflektuar dhe medituar. Qetësia e brendshme do të sjellë harmoni në mendimet e tua. Shigjetari. Gjatë kësaj dite, zemra juaj mund të ndjejë një ngrohtësi të veçantë. Dashuria ka një mënyrë për të trokitur papritmas në derën tuaj. Kujdesu që të dëgjosh intuitën, ajo do të udhëheqë drejt momenteve të paharrueshme. Në punë, energjia që ke investuar më parë mund të fillojë të japë frytet e veta. Mos u trem nga sfidat e reja, janë mundësi për rritje. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por kujdes nga shpenzimet e tepruara. Kujto të ruash një ekuilibër të shëndetshëm mes punës dhe pushimit. Mendja ka nevojë për qetësi dhe frymëzim, ndaj gjej kohë për të lexuar ose medituar. Sot, përqafoni dëzimin e thjeshtësisë dhe bukurinë e momenteve të vogla që jetën e bëjnë të veçantë. Bricja. Në këtë ditë të re nëntori, energjitë e qiellit të ndihmojnë të gjesh paqen në jetën e përditshme. Në punë, qëndro I qetë dhe përqendrohu tek detajet. Kjo do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Nëse ndjen nevojë për ndryshim, mos hezito të propozojë ide të reja, pasi fryma kreative do të vlerësohet. Çështjet financiare kërkojnë vëmendje. Ndjekja e një buxheti të përpitet do të jetë e dobishme. Në çështjet e zemrës, le të ndriçojë drita e sinqeritetit. Një bisedë e hapur me partnerin do të forcojë lidhjen. Nëse je beqar, energjitë pozitive të ditës mund të sjellin takime interesante. Kushto kohë për reflektim personal dhe mendimet e tua do të ndriçojnë syrin në një natë të qetë. Ujori. Sot dita do të fillojë me një ndjenjë të qetë dhe optimizëm. Në punë mund të ndjeni të frymëzuar për të provuar një qasje të re që do të impresionojë kolegët tuaj. Mos keni frikë të shfaqni kreativitetin tuaj. Në aspektin e dashurisë, një moment I veçantë me partnerin do të sjellë afërsi emocionale. Nëse jeni beqar, një bisedë e papritur mund të hapë dyert për njohje të reja. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, prandaj planifikoni me kujdes shpenzimet për të mos u ndjerë të mbindarkuar më vonë. Gjithashtu, mos harroni të kujdeseni për shëndetin tuaj mendor. Një shëtitje në natyrë ose një moment reflektimi do të ndihmojë për të rigjeneruar energjinë tuaj të brendshme. Besoni në intuitën tuaj dhe lëreni të ju udhëheqë. Peshqit. Dita e sotme do të sjellë një valë energjie pozitive që do të ndriçojë çdo hap tëndin. Intuita jote e fuqishme do të ndihmojë të zgjidhësh një çështje që të ka munduar në punë. Mos hezito të shprehësh idetë e tua, pasi ato do të jenë të mirëpritura nga kolegët dhe mund të sjellin përfitime ekonomike në të ardhmen. Në dashuri, zemra jote do të gjejë paqen në bisedat e sinqerta me partnerin. Nëse je I lirë, një njohje e re mund të befasojë. Kujdesu për veten dhe mos harro të shkosh në një shëtitje, pasi natyra do të forcojë shpirtin tënd. Kujdes me shpenzimet e tepërta sot. Qetësia dhe meditimi do të ndihmojnë në ruajtjen e një balance të brendshme.